Plazhet e Radhimës vijojnë të tërheqin një numër të lartë pushuesish duke u kthyer në një prej destinacioneve më të preferuara të Bregdetit të Vlorës. Krahas turistëve vendas dhe atyre nga Kosova, në këtë zonë po pushojnë dhe shumë turistë nga vende të ndryshme të Europës, mes tyre nga Zvicra dhe Slovakia. Pushuesit shprehen të kënaqur me atë që kanë gjetur në Vlorë dhe veçanërisht përgjatë Bregdetit të Radhimës. Ata vlerësojnë shërbimin e ofruar si në strukturat akomoduese, ashtu edhe përgjatë vijës bregdetare. Pastërtia e plazheve, klima e favorshme dhe kushtet e akomodimit janë disa prej elementeve që turistët veçojnë gjatë qëndrimit të tyre. Ata thonë se shërbimet e ofruara kanë qenë në nivele të kënaqshme, duke bërë Radhimën një zgjedhje të përshtatshme për pushimet verore. Një pjesë e turistëve vizitojnë zonën për herë të parë, por shprehen se eksperjenca e tyre ka qenë pozitive dhe se do të rikthehen sërish. Ata thonë se Radhimën do t'ua sugjerojnë dhe miqve dhe të afërmve të tyre në vendet ku jetojnë dhe punojnë. No, it's our first time in Albania. Yes. Vi nga Zvicra dhe është herë e parë që vizitoj Vlorën. Është një qytet shumë i bukur dhe më pëlqen shumë. Mendoj se do të rikthehem sërish këtu. Plazhi i Radhimës është plazhi im i preferuar nga të gjithë ata që kanë vizituar deri tani. Është kristal dhe shumë i pastër. Komuna e Prizrenit. Vini gjithmonë për pushime? Si vjet hera parë që kam marrë, kësa janë shumë bukur. Se disa vite i kemi kaluar poshtë, tash kemi ardhur. Apo e kundërt, e poshtë nalt nuk jemi në hotel. Është një hotel Regjina, e kanë një staf excepcionale. Po ti kesh se unë kam punuar gjithë në hotele, 35 vite në hotele në Zvicër. Të kesh 100 certifikata, që mos ta ke me mysafirin atë buzëqeshjen, nuk vlen ajo certifikata. Faleminderit për stafit. Shumë bukur kemi kaluar, që 3 ditë jemi këtu, sot do t'ikim se pak kohë kemi. Plazhi këtu s'ka duhet. Plazhi bukur, ajri pastër, komunikacioni nuk është i dendur. Vetëm Zoti më mirë, më nuk di çka me çu këtu, më falni. Faleminderit shumë. Slovakia. Jam nga Slovakia dhe kam ardhur me pushime në Vlorë së bashku me të dashurin tim. Vlorën e pam fillimisht në rrjetet sociale dhe na pëlqeu shumë, ndaj vendosëm ta vizitonim. Kur mbërritëm dhe e pam nga afër, na u duk edhe më e bukur. Më pëlqen shumë deti, natyra dhe gjithçka që kemi parë deri tani. Fluksi pushuesve përgjatë Bregdetit të Radhimës vijon të mbetet i lartë, edhe në pjesën e dytë të muajit gusht. Prania e turistëve nga vende të ndryshme të Evropës tregon se zona po tërheq gjithnjë më shumë edhe tregun e huaj. Me pritshmëritë që lëvizja turistike të vijojë dhe gjatë javëve të ardhshme, Radhima konfirmohet si një nga pikat më të frekuentuara të Bregdetit të Vlorës, ndërsa vlerësimet pozitive të turistëve dhe dëshira e tyre për të rikthyer mbeten një nga promovimet më të mira për zonën.